Ervin Saliani ka trazuar ujërat në Partinë Demokratike. Ai ka nisur një foltore me demokratët në emër të asaj që e konsideron si ripërtëritje të PD-s dhe Bashkimin e Demokratëve për të mundur Edi Ramën. Në anën tjetër, Sali Berisha, kreu i PD-s, ka nxitur të etiketoj lëvizjen e Salianit si një agjendë personale, duke nxitur në anën tjetër akuza dhe sulme ndaj antarit të kryesisë së PD-s, dhe me mënyrën se si po sillet ndaj një lëvizjeje që mund të ndërmerrte kushdo në PD, duket se Berisha ka si qëllim të krijojë një përplasje me Salianin dhe cilido që sot qëndron në krati. Duket se kjo lojë e Berishës ka bërë që protagonistët e lëvizjes të shfaqen në media dhe të sqarojnë se ata nuk synojnë as përçarjen, as postin e kryetarit, por po mbledhin mendimin e demokratëve se si mund të forcohet PD. Në fakt, çfarëdo që të deklarojë Saliani, Ali Mehmeti, Kalaja dhe kushdo tjetër që ndodhet në lëvizje, Berisha e ka ndarë mendjen që do t'i trajtojë si kryengritës, ndërsa foltoren si kryengritje. Kjo vetëm për faktin e thjeshtë se Saliani dhe ata që e mbështesin janë të parët që morën guximin të ndërmarrin një lëvizje në partinë e kontrolluar nga Berisha dhe të shfrytëzojnë apatinë e atyre që kreu i PD-s ka në krah, por edhe pa kënaqësinë e krijuar jo vetëm nga humbja e radhës, por edhe arroganca që tregon leadershipi i kësaj partie. Ata janë të parët që po sfidojnë Berishën që nga momenti që ai mori në dorë vulën e logon dhe që gjunjëzojnë në emër të Bashkimit të Diversitetit të gjithë ata që i rezistuan për një muaj me radhë, duke i tundur përpara syve titullin e non gratas. Kaq mjafton që Berisha këta të lëvizjes Saliani të quajë edhe tradhtar, gjë që ka nisur të artikulohet në forma të ndryshme, dhe duket se për Berishën çdo ndryshim është komplot dhe çdo kërkesë për reformë është tentativë përçarjeje. Për 3 vjet Berisha nisi të ringrej mitin, që ju në përkëmbë me ato përplasjet që pati me grupimin e Lulzim Bashës, ndërsa sot po përballet me një nga ata protagonistët e 4 viteve më parë, por që dikur qëndronte në krah të ish-kreut të PD-s, dhe kjo mund të jetë një tjetër arsye pse Berisha mund të shtojë dozat e sulmit ndaj Salianit, pasi në të gjithë historinë e PD-s nuk i ka ndodhur asnjëherë që të sfidohet 2 herë nga i njëjti personazh. Berisha nuk e beson atë që Saliani deklaron. Sikundër ai s'mund të pranojë që sfidohet në një moment kur kishte vendosur të ruante status quo-n, të paktën deri në pranverën e 2026-s, nga dhjetori i 2021-shit ku ndërmori atë që e quajtin atë kohë kuvendi i rithemelimit. Berisha arriti që të gjithë PD-n ta kthente në një armaturë personale. Kjo ishte arsyeja që ai nuk bëri asnjë lëvizje në të gjithë kupolën e PD-s, ndërsa përdori me sukses argumentin se tani duhet të merremi me manipulimin zgjedhor dhe më pas do të bëjmë analizën e humbjes. Dhe ata që do të bëjnë analizën janë të njëjtët që janë sot në leadershipin e PD-s, kush më shumë e kush më pak përgjegjes për humbjen. Nisur nga kjo, Saliani vendosi të ndërmerrte një tur, një lëvizje, duke shfrytzuar pikërisht pikën e dobët, mos përfilljen e atyre që vetëm pak muaj më parë promovoheshin si figura të reja, ose si më të votuarit e primareve. Lëvizja Saliani në raport me Sali Berishën nuk mund të trajtohet si një krisje personale. Saliani nuk ka qenë ndër të preferuarit e Berishës në asnjë moment, madje as në të vetmen ngarë ku ai mori pjesë, atë për kreun e FRPD në 2015-ën. Kreun aktual të PD-s, bashkë me enturazhin që kontrollonte, e kishte kundër. Sot Saliani dhe ata që kanë në krah po artikulojnë se PD nuk mund të fitojë ndaj Ramës nëse ajo nuk merr mbështetjen për të antarësisë apo mbështetës vetë të opozitës, thon ndryshe elektoratit gri. Dhe këtu Berisha nuk është zgjidhja. Në këtë kuptim lëvizja e Salianit është logjike, për sa kohë që artikulohet se hapja e PD drejt figurave të reja dhe krijimi i një komunikimi më të gjerë me qytetarët është një domosdoshmëri. Por e gjitha kjo është ndërron Berishën nga një lider të fortë në një lider simbolik apo kryetar nderi. Dhe natyrisht që reagimi i Berishës ishte i pritshëm. Ai nuk mund të tolerojë askënd të lëviz jashtë orbitës së tij, aq më tepër në një parti që i rimori pas një lufte me atë që e konsideronte si të birin politik. Në të gjithë zhvillimet e PD, Berisha ka dhënë përgjigje emocionale, jo politike, ndërsa Saliani kërkon përgjigje institucionale. Dhe kjo është arsyeja pse ajo që po ndodh sot në PD mund të shndërrohet në një konflikt jo të përkohshëm.